Vijoi në Vlorë turi inspektimeve të Ministres së Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro në Bregdete, shoqëruar nga Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha dhe Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Ministria Kumbaro u ndal në Lungomare për të parë modelin e një plazhi publik të ndërtuar nga Bashkia e Vlorës pa pagesë, nga ku theksoi se edhe në plazhet e menaxhuara vija e parë do të jetë dedikuar për publikun. Plazh publik i Bashkisë, si kemi parashikuar dhe çadra për pushuesit këtu. Është akses i lirë, nuk diskutohet, pa shezlong. Ndërkohë, gjithë Lungomare, pavarësisht të parcelave të cilat janë të dhëna në menaxhim për hotelet që janë përballë, praktikisht ka një hapësirë të mjaftueshme, jo thjesht tek pjesa e parcelës menaxhuar, por gjithë pjesa tjetër unë shikoj që njerëzit në mënyrë të lirë janë të stacionuar, çadrat si ti duan. Ajo që është e rëndësishme dhe dua prapë ta theksoj sa herë të mundur, nëse dikush do ta vendosi çadrën përpara, aty janë respektuar edhe distancat nga buza e detit, është i lirë ta bëj. Në Lungomare praktikisht s'kemi pasur ankesa për tilla gjëra dhe ka i plazhi privat ose i menaxhuar nga subjekt privat. Shikoj që janë vendosur çadra në vijën e parë. Paski problem sepse edhe sipërfaqja është goxha e madhe deri në bregun e detit, kështu që nuk kemi pasur probleme. Gjatë inspektimit, ministria u takua edhe me përfaqësues të biznesit të hotelerisë, ku la porosi respektimin e distancës publike nga vija e detit. Shumë mirë që takohemi, po përfitoj nga biseda me ju, në fakt për të drejtuar të gjithë subjekteve të cilët sipas rregullores plazhit kanë marrë stacione plazhi për të menaxhuar gjatë sezonit në mënyrë private në funksion të hotelit që ju keni dhe shumë mirë keni bërë. Ky është, ju ndodheni në mes të një plazhi publik, kështu që ka hapësirë mjaftueshëm për të gjithë njerëzit të cilët kanë zgjedhjen ose të vinë të marrin çadër dhe shezlong pranë jush, ose të zgjedhin siç janë të tjerët, hapësirën publike. Marrin hapësirën publike. Ndërkohë, të gjithë ata të cilët marrin një stacion plazhi në një plazh ranor kanë detyrimin të lënë distancën deri ke vija e Bregdetit 7.5 deri 8 metra. Në funksion dhe në shërbim të kujdo tjetër, që jo vetëm mund të shëtisi, por mund të vendosi peshqirin dhe tjetër. Nëse do të ketë shërbimin tuaj, mund të marrë shërbimin tuaj. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha nga ana tjetër u shpreh se në bazë të planit të masave të artuara nga Policia e Shtetit, punonjësit e policisë do të jenë në terren në shërbime 12-orëshe dhe për çështje të ndotjes së mjedisit. Çështjet e sigurisë janë çështje të cilat drejtoria e policisë vendore në bashkëpunim me strukturat e tjera të agjencisë mjedisit janë duke koordinuar gjitha veprimet. Shërbimet e tyre do janë 12 orësh, janë të përcaktuar sipas planit të masave që ka artuar policia. Do të jenë në dispozicion po dhe për çështjet e ndotjes së mjedisit, për çështjet e zhurmave, për lehtësimin e qarkullimit rrugor, për krimet të ndryshme mjedisore siç kemi biseduar bashkë, të cilat do trajtohen në një kohë dhe në një veprim të menjëhershëm për sa i përket. Po dhe subjekteve të cilët janë operues në zonat bregdetare, policia do të vinë në ndihmë për çdo lloj shqetësimi që ju do të keni, duhet merrni dhe të kontaktoni direkt numrat që ju vënë në dispozicion për sezonin e plazhit dhe policia do të jetë këtu për të siguruar një mjedis dhe për të pasur një turizëm sa më të qetë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha u shpreh se bashkia po përfundon ndërtimin e një modeli të plazhit publik si ai Lungomares edhe në plazhin e vjetër të Vlorës. Dhe këtu kemi një vijë bregdetare, plazhi goxha të madh me rër të pastër të mirë, rreth 2 kilometra kryetar? Po. Në vit, po. Është 2 kilometra plazh. 2 kilometra, duke filluar që këtu duke përfunduar në Zvërnec, shkon 2 kilometra. Është gjithë plazh publik. Vetëm aty ku ka hotele që praktikisht ka një kontratë na këmbën, pjesa tjetër është e gjitha e lirë. Në fund të inspektimit, ministria u takua edhe me përfaqësues të operatorëve të pastrimit në Bregdetin e Vlorës për masat lidhur me pastërti në plazhet publike, ku sipas rregullores së re, hapësirat të tilla do të jenë më të mëdha këtë vit.